Gjykata e Apelit Administrativ ka refuzuar kërkesën e kompanisë Mikrokreditit Final SPK për rithimin e licencës, e cila u hoq nga Banka e Shqipërisë pas skandali financiar të vitit 2024. Pronari i kompanisë Arben Meksuti, i arrestuar për përfshirje në skeme mashtruese të mikrokredive, kërkoi shfuqizimin e vendimit të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, duke argumentuar se masa ishte e padrejtë. Megjithatë, gjykata refuzoi kërkesën pasi padia ishte ngritur nga Meksuti dhe jo nga administratori shtetëror, siç e kërkon ligji. Kompania Final është në sekuestro dhe administrohet nga Agjencia e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. Ligji për shoqëritë tregtare parashikon që vetëm administratori ka të drejtë për përfaqësim në çështje gjyqësore. Për këtë arsye, si gjykata e shkallës së parë, ashtu dhe ajo e Apelit, e cilësuan padinë të pavlefshme. Skandali mikrokredive shpërtheu në maj të vitit 2024, kur Prokuroria e Tiranës arrestoi disa administratorë dhe përmbarues për mashtrim financiar, duke shkaktuar një dëm prej 7 milion eurosh. Mes të arrestuarve ishin dhe drejtuesit e Final SPK përfshirë Arben Meksutin. Hetini u zhvillua për disa vite duke zbuluar një skemë mashtrimi të gjerë për përfshirjen e institucioneve financiare, zyrave të përmbarimit dhe noterëve. Pas hetimeve, Banka e Shqipërisë revokoi licencën e Final në maj të vitit 2024. Meksuti apeloi vendimin, por pas refuzimit nga apeli, kompania mbetet pa licencë dhe në administrim shtetëror.